Ndërkohë që mos ta krijojmë panik tek gratë dhe vajzat, ato të cilat janë të prekura apo të infektuara me HPV, jo domosdoshmërisht preken edhe nga kanceri qafës së mitës, por janë më të rrezikuara. Absolut jo. Edhe çka është pozitivja, që një paciente do të thotë që është infektuar me human papillomavirusin, është e vetëdijshme për rrezikun që e ka, edhe personalisht, se po në moment që po marrin informata, po dhe normal që është edhe detyrë e mjekut mja sqaru për shembull. Kur e kemi na nën kontroll, atë tani në që edhe me analizat e duhura, do më thonë për seritjen e infekcioneve, do më thonë strishove që i marrë me aty, me marrjen e paplesit, eventualisht të tjera cilat i takojnë këtyne ekzaminimeve, mundemi arrim me zonës, me thonë të asisoj smundjen në atë nivel, që edhe me kota një mundemi me reagu. Nëse unë e di që pacientja është infektuar me human papillomavirusin, edhe të është e mani pap test, do më thonë më delë mirë. E marë pap testi mas 6 muajve, ka ndryshime. E për cili mas 2 muajve, ka ndryshime tjere. Unë nuk e la ato matutje më zhvillu. Do më thonë në intervenoj, ose sigurisht, ka dhe medikamente ndryshme që mundemi me marë, do më thonë edhe ato për fatmiri kanë prunë Kosovë, kjo është do më thonë ja, po dhe dyta me intervenime të ndryshme. Do më thonë nëse shumë që ka, duhet me ba eventualisht një kolposkopi, duhet me ba eventualisht një biopsi, edhe rezultatet e kësajna neve na orienton që me thonë na më smelan me zhvillu deri te kanceri invazivi qafës mitës. Kjo është një çka do më thonë se e kemi në kontroll, gjithë beseda ke që me tregu që na e kemi pacientin në kontroll numër 1, edhe dyta, tash ma heret që organizmi i gruas, nëse është i shëndosh, nëse ngrit mënyrë automatike mundet me eliminu, dhe më thonë edhe virus. Tash të para 2-3 dite, dhe më thonë e pata një paciente cila 2023, po 2023, ka qenë me që ta 3 virusa ka qenë pozitive, edhe para qka sot është e mërkur, po qëtunën ja po marrë analizën i dule negative. Dhe më thonë është të shëruar, por që duhet për cilët edhe i rast. Po, sigurisht, se kjo apet mundet mu reinfektu me një familje, mirë po lajmet e mira sepse e ka marrë terapinë adekuate me një familje edhe për shetë ashtë e kemi kontrolu, mirë po prapë se prapë do të me vazhdo me kontrolu. Dhe më thonë, një është vedia pacienteve, edhe dyta është kjo që na si mjek, si ginekolog, kur e shomi që janë ndryshime të shkun drejtimi jo pozitiv, po janë të shkun drejtimi jo negativ, kuptohet që dhe me ko reagojnë.